Mirëmëngjes, Namika Jazi rikthehet në studio. Producent dhe regjisor i njohur, duhet ta pranojmë këtë gjë, apo jo. Mjafton me thënë filmmaker, se nuk po e përdor këto amerikanizme producente. Si mund ta përkthejmë në shqip? Producent. Bërës filmash, film bërës, sigur nuk ka. Ekziston si fjalë film bërës? Jo, po që sot do ekzistojë. Nëse nuk kanë kundërshtim ata të qamës, do të ekzistojë. Kemi bërë një dokumentar për Gimradën, apo jo? Po e mbarojmë, po e qëndis, domethënë, si themi ne, sepse Gimi, një mikë imi ka hershëm, njoftim e të daton që nga viti i largët 76, unë isha më i vogli në grupin e tyre, kështu që me largimin e tij si njeri, po edhe si artist, një artist që vuri një gur të madh në skulpturën monumentale dhe jo vetëm, ndjeva detyrimin që të bëjmë diçka dhe besoj që do ta kemi gati për 24 majin, ditën e ditëlindjes tij. Që në fakt ishte 24 maj ka ditëlindjen. Po. Kështu di sa e keni tallë ku vjen 3. Si bime kongres të përmetit, apo? Tallë shëvedaj me gjithçka që ishte atëherë, se duke qenë antikonformist i pashoj si ai, domethënë ishin gjithë batutat e tij që nuk i kursenda as ndaj vetes. Realisht diktatura u vendosi 24 maj 44. Dhe unë kam pas një problem kelmi 24 maj, po për mirë, se vjet në 24 maj promovova dokumentarin për një tjetër mik timin, të ndjerin Marrem Fejzo. Kështu që si vjet me 24 maj kemi ditëlindjen e Gimit dhe duam ta bëjmë ditën e Gimit. Okej, një grup mish. Uroj që të shkoj sa mirë. Dhe ndërkohë e keni dokumentarin në çfarë stili është ndërtuar? Është ndërtuar në mënyrë klasike, pra që me që unë kam bërë shumë dokumentar, do mundohem që ta bëjmë që ndryshe këtë. Po japim një tjetër formë, do më thonë që tjetë sa më i vërtet, po sa më i përtypshëm në kuptimin që mos ketë ato shtampat që nga njerë nuk i shpëton dot. Ose do arrim ta sjellim Gimin ashtu siç unë e kam parë, si njeri, si një djalë me humor, si një djalë që në Tiranë atyre viteve ishte dikushi në kuptimin e mirë të fjalës, do jemi kënaqur sepse si familja, si shoqëria dhe gjithë tjerë që kanë pasur mundësi që ta njohin Gimin, dhe nuk janë pak, do ndjehen mirë, besoj. Kjo është ajo që synojmë. Ideja është që ai është personazh kryesor padyshim, po ju keni filmime të vjetra, ndër intervistë. Ne kemi unë e kam ngushëtuar ndërmjet rrëfimit të tij, rrëfimit të miqve të tij që kanë qenë afër tij në vite të ndryshme dhe të familjes sigurisht. Për si personalitet arte figurative, nuk kanë qenë personalitete shumë komercial, një që t'i njifte gjithkush. Po Gimi më shumë njifesh për te asaj që Gimi u bë një artist i konfirmuar në skulpturë dhe nuk ishte kollaj atëherë. Dhe pikërisht për këto vlera që kishte Gimi e Thirri dhe Krista Qerama me grupin e tij që quhej ky grupi special i skulpturës monumentale, të cilët bën nga veprat më të mbetura dhe më të mira që kemi ne. Por Gimi pastaj kaloi në individualitetin e vet që në 87-ën duke bërë Onufrin të parin, i cili u mirëprit fort dhe ndodhet edhe sot kësaj dite një gjendje pak a shumë jo të mirë, siç e kemi lënë ne këto punët tona artistike në Berat, dhe për të vazhduar pastaj me barletin dhe me një seri punësh të tjera me të cilët u konfirmuar. Pra Gimi ishte i njohur për te si një artist që premtonte shumë, po ishte i njohur si nga djemt e këndshëm të Tiranës, një djalë simpatik në të tërën, në tërësinë e vet, i cili kishte njohje nga gjithë nivelet e rinisë asaj kohe, dhe vinte edhe respektohesh edhe për këtë, për te talentit të tij që sigurisht ishte i padiskutueshëm. Nuk e di nëse më lejohet, se ndoshta s'kemi rënë dakord për këtë pyetje, po para një ca kohësh ka ardhur në këtë studio, kemi folur për një projekt për Spaçin. Nëse ky projekti e Gimit po përfundon, sepse këto janë filma dokumentar të cilët unë kam bërë po pasur nevojë për një mbështetje. Dhe edhe u çudita, sepse mu duk sikur, nuk është çudi që paralelisht duke bërë një film artistik të futet në një film. Këto janë ato që quhen kështu të ndërmjetme, intermezzo. Por në Shqipëri është e pazakont zakonisht. Unë nuk e kam lënë asnjëherë projektin e Spaçit, i cili kërkon një super ndërhyrje. Patëm një lloj dakordësie dhe shpresojmë që t'i qëndrojnë asaj
mbase do të flitet mbas zgjedhjeve. Me kë? Me qeverin, pra me ministrinë, sepse filmi i Spaçit kërkon dhe është një super prodhim, për masat që ka filmi, për vetë figurantët, ja këtu shikojmë sa skena që janë reale, që janë xheruar nga operatori Ministrisë së Brendshme të asaj kohe, por do të jenë 200 figurantë në set xherimit, në shesh, aktor që ne mendojmë që të jenë disa aktor nga më të mirët shqiptar, plus do t'i bashkojmë disa aktor italian të cilët produksioni mendojnë që t'i fusin në film. Cilët janë për shumë përmend në emër në gjë. Shembull Pier Francesco Favigno ishte një që ne kishim para kontratuar. Favigno do vinte për filmin e Spaçit. Po siç erdhi dhe producenti, në dhjetor të 2023-shit erdhi producenti Pietro Innocenzi bashkë me stafin e tij, shkuam pan Spaçin, bëm takime me ministrën e kulturës të asaj kohe Zojan Margariti, takuam ambasadorin italian, gjithçka ishte gati, është një kontratë që fatkeqësisht skadoi në 6 mars, pra para pak ditësh, një vjeçare ku La Scala, nuk e di, unë jam thirrur me datë 16 në Rom për të ridiskutuar për filmin, po ka mundësi që edhe nuk bëhet, sepse kontrati ishte një vjeçare. Si skadoi kontratë? Atëre, Pala Italiane, ndërmjet La Scala Production, që është pjesë e grupit Titanus Film, që është një nga produksionet më të mëdha italiane, pra është si Universal Studio në Amerikë, i pëlqeu skenari, u punua me script doktor, e çuam skenarin në një nivel që për ata ishte i pëlqyeshëm, dakordsuam shumë gjëra, nisur edhe nga location dhe filmit, dhe ato vendosën paraprakisht në një memorandum kontratë që ne firmosëm në 6 mars vjet, 1.200.000 euro për të bërë filmin. 1.2. 1.2. Që është vetëm Pala Italiane. Pala Italiane. Duhet që Pala Shqiptare të vendoste rreth 650.000 euro për të qenë në totalin e filmit që ka një buxhet ke 1.800.000 euro. Pala Shqiptare deri tash nuk e mundsoi dot këtë gjë. Pala Shqiptare kush është? Qendra Kinemas. Atëherë, Qendra Kinemas në këtë rast mund të quhet që është i çik jashtë, në shkuptimin, më keli. Buxhetet që ka Qendra Kinemas fatkeqësisht janë buxhete minimale. Po pra, Dhe që nënkuptonte nëse do të futesh e Qendra Kombëtare Kinemas, duhet që unë t'i merrje gjysmën e buxhetit, nëse produksion do. Dhe kjo nuk ka se si të ndodhë, sepse nuk duhet bërë. Këtu duheshe një lloj ndërhyrje e Ministrisë Kulturës, MEK-it, që tash i quhet Ministria Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, me miratimin e qeverisë si një fond i veçantë për të bërë këtë lloj produksioni. Sepse nëse ne do shkonim në qendër, duke shpresuar që do të ishim fitues në projekte, duhet të prisnim pastaj këtë lëvrimin e fondeve që Qendra Kombëtare e Kinematografisë bën pjesë-pjesë, sepse ti je i detyruar në bazë të një rregullore të brendshme që ato kanë bërë, të shkosh në Euroimazh, pra që do të thotë që duhet humbësh edhe një vit tjetër. E kuptoj. Dhe mbasi ti të jesh i deklaruar nga Euroimazhi nëse ke fituar ose jo, atëherë mund të filloj lëvrimi. Po më thoj që duhet një ndërhyrje ekstra nga qeveria. Duhet një ndërhyrje. Duhet parashikoj qeveria në buxhet në vet, një këtë sasi para. Këtë jemi munduar që t'i themi edhe kryeministrit në një takim që kemi pasur. A, keni taku? E çka ka thonë? Kemi takuar dhe më duk shumë i predispozuar për ta bërë. Ishim në takim me Visazhitin dhe gjëja u duk sikur po shkonte. Visari ka shkruajtur skenarin? Visari ka bërë skenarin, unë do të bëj regjin. Favigno do të ishte një nga aktorët kryesorë, dhe po shpjegoj sepse do të ishte Favigno, sepse La Scala Production, pra Titanus Film, e ka kontraktuar Favigno për të bërë një film për Felinin e Madh. Kështu që ato në kontratën që kanë bërë me të, ishte parashikuar që do të ishte pagesa tot, pra që do të merrte, honorari ishte për Felinin dhe për Revolt në Ferr. Dhe ishte pothuajse dakordsuar. Para 2 muajsh ata kërkuan që të mundësohej të vinte Favigno për të parë lokacione për të njohur, por ishim shumë shpejt dhe ne jemi shumë. Skenari është për Revoltën e Spaçit, apo? Skenari është për Revoltën e Spaçit të 1973-shit. Është revolta më e madhe bërë në burgjet komuniste, bërë në një kohë ku regjimi ishte akoma i fort, domethënë dhe të kundërshtoje duke qenë brenda atij ferri me tela me gjëmba ishte diçka domethënë e paimagjinueshme për shumë njerëz. Është një film që ka për të pas goxha aksion, nuk është një film. Sigurisht, është një film që atyre ju ka pëlqyer, në mënyrën se si ne e kemi shtjelluar, se si ne e kemi trajtuar skenarin.
Kështu që unë shpresoj që në datën 16 Titanos të ketë mirësinë ta shtyë dhe për pak kohë me shpresje mbase ka është sapo tani ne në kineman jo shqiptare, por me subjekt shqiptar kemi në historinë e kinemas, nëse mund të quhet kështu, kemi pjesëmarrjen e dy aktorëve të jashtëzakonshëm, Michel Piccoli dhe Marcello Mastroianni, të prillit thyer prodhimi i famshëm italo-francez, i cili në kohën e diktaturës nuk u lejuat që të bëjnë në Shqipëri. Prandaj dhe filmi nuk është se pati në një sukses të jashtëzakonshëm. Fabinho është i pas Michele Placi do ne kemi pas tek. Jo, po Fabinho është në nivelin. Jo, është për momentin, për momentin është më i koturi. Është një nga 3 më të kërkuar në Itali në mënyrë pa diskutueshme. Jo vetëm në Itali, domethënë është i vetmi që ka ça, domethënë nga të paktët që ka ça kufirin. Ka seriale të famshme. Po pra, ky është, domethënë nuk duhet humbur ky shans. Domethënë kam përshtypjen se është një kartolinë shumë e mirë për Shqipërinë. Uroj që në radh parë mos ta keq kuptojnë këtë bisedë, se nganjëherë nga i nati ne e përmbysim kohën, por qeveria do t'i japë ato para. Uroj që ta gjejmë mirësinë në këtë rast. Unë kam qenë dhe jam në kontakt me të gjithë strukturën e ministrisë, sepse ne po bëjmë një ndërhyrje parciale në strukturën e Spacit. Ti e di që kryeministri dhe qeveria kanë vendosur një piketë për ta kthyer Spacin në muze. Po e di. Gjë që do një lloj kohe për të mbritur deri aty që ky burg i rrënuar të shkojë aty ku duhet për të qenë një muze. Ndërhyrja juaj për ta kthyer në skenografi është parciale sepse pastaj me efekte speciale, që grupi i efekteve speciale që erdhi në shtator të 2024-s vendosi që duhen vetëm disa ndërhyrje parciale, që ato me mënyrën e tyre në 4D të efekteve speciale ne të kishim pamjet madhore të filmat që quajmë neve planet totale, për planet e mëdha. Dhe unë mendoj që përtej prezencës të Fabinhos, përtej emrit të madh të Titanosit që për momentin shpresojmë do jetë ende interesuar për këtë projekt, mendoj që mbi të gjitha Keli do ikim me datë 16. Uroj ta shtyni edhe një vit pak, ose 6 muaj. Shpresojmë, sepse këtu nëse do flitet për të mundësuar diçka mund të flitet mas zgjedhjeve, tashmë siç dihet në Shqipëri si gjithkund, kur është një fushat elektorale të gjithë mendjen e kanë atje. Se nuk është se po vdesin bëjmë filme Spacit, punë kanë ata. Po nuk diskutohet, por unë mendoj që ju takon një film atyre, Kel, sepse jam munduar t'ja shpjegoj gjithkujt. Jo, nuk po vdesin italianët për ta bërë film Spacit. Ne patjetër. Po neve na takon ta bëjmë, është një omazh për gjithë ata që vujtën në mas telave, kanë mbetur shumë pak nga ata ende gjallë, janë vetëm 8. Në materialin ilustrues që unë kam sjell, ku ne përgatitëm një lloj kartoline për Spacin, janë të vetmit pjesëmarrës në revolt që kanë mbetur gjallë dhe që e rrëfejnë ata, ku ne u munduam që dhe rrëfenjet e tyre të futeshin në skenarin tekniko-regjizorial. Mendoj që ju takon një film, të paktën një film, por t'i bërë omazh të gjithë të vuajturve të asaj periudhe të zezë të komunizmit. Të djegësh 1.2 milion, është shumë për kinema. Uroj që uroj që të ndodhë. Është një mbështetje përtej, domethënë është edhe një mbështetje komitetit të përndjegur politik, komitetit shtetëror, i cili ka nisur 2 letra në drejtim të kryeministrit, ministrit të kulturës, për ta nxitur këtë lloj produksioni, për ta bërë të paktë një film, sepse duke folur në atë që ai detyrohemi ne këtij brezi ka të vuajtur, i detyrohemi edhe ekonomikisht, që kam thënë gjithkund. Çdo i dënuar që ishte përtej telave, një dënuar politik, ishte një punëtor i detyruar. Ishte i detyruar të prodhonte 14 ton mineral në ditë, në turn. Ndryshe, ishin të gjithë penalitetet futën birutës e tjerë. Pra imagjino se sa është prodhuar, sa këta njerëz të dënuar i kanë. Unë kam bërë 4. Pa një muaj. Qaf Bari dhe Borrell. Unë isha në krahun tjetër të Munellës, jo në Spaç, se mali ndahet në dysh. Po pse çfarë bëre ti atëherë? Bërë në film gabim? Jo, isha Foli. Isha në vendin e gabuar ku nuk më takonte, sepse duke qenë nga një familje persekutuar, isha munduar të bëja diçka që ishte pamundur në atë kohë. Që shkova në vimësi të trashëgimisë familjare. I treti brez në burg, po kjo shëndësi ka. Filmi do bëhet për gjithë tjerë, nuk ka... Unë e kam punuar me dëshirë dhe uroj shumë që ta arrit, ta bëj, dhe jetë piketa ime fundit për të marrë me gjërat e mia. Unë kam shpresë si do bëhet, por një ditë në sheshgjerim ne do shkojmë, se do takojmë Fabinhon, apo jo? Do vish, apo jo? Bëjmë një selfie dhe...
Ke ajo makina me 2 timon do t'a hype? Aty nuk ka rëndësi. Rëndësishme është që do vim një ditë. Se ti me këto 2 timonët. Është dhe kjo shpreha e famshme në Itali. Kush mund t'i bëj rolet e reja në Itali? Favi. Vetëm Favi. Faleminderit shumë, Namik. Të uroj gjithë mira. Të uroj që t'jemi auguri mbar. Kujtohet se do merr lajme më të mira se kaq. Megjithatë, nga njëherë... Shpresa vdes e fundit. Jo, nga njëherë këto biseda, në qoftë se nuk e kuptohen, se ka dhe raste kështu që pse e tha ky në televizor dhe i ndeshkojnë, por uroj që të kryej efektin. Po unë me këto ndëshkimet më trash lëkura shumë, se i kam... Mos komenton më tani, se tani prish punë. Lëmë të kuaj. Pas pak ja besojmë zonës Florenca.